këtu në kanalin tim. Për të gjithë që nuk më njihni, unë quhem Kristina. Sot fillojmë një video të re. Është ditë e njëjtë dhe unë në fakt jo vetëm unë në fakt më takonte që ta kisha pushim nga kursi sot, por që është edhe Anja me Sabin pushim, nga që sot është ditë pushimi, domethënë më duket se është në të gjithë Gjermaninë. Kështu që e kemi pushim, shqyr zotit, sot e kemi kohën shumë të mirë dhe po mendojmë që të shkojmë në pishina, jemi bërë gati, unë Anja jemi bërë gati, thjesht po presim Sabin që të vi. Gjithashtu unë kam për të bërë edhe këto gjëra që do marrim me vete. Kam menduar që të marrim më shumë fruta dhe snacks, ndoshta do bëj një sanduiç të vogël për Anjën. Në fakt plani ishte që mund të bëja pizza për sot edhe ta merrni me vete, por që ne u ngritëm vonë, kështu që po e lë si opsion në momentin që do kthehemi. Ky është plani për sot. Unë shpresoj që edhe ju t'ja kaloni dhe të kaloni përgjithsisht një javë të bukur. Skemi! Unë jam bërë gati për pishina, thuaj. Unë të bëja gati të qina. Shikojni pak, Anja ka veshur këto bikinit e bukura, ka veshur edhe shapkat, do ta luaj edhe me krem, edhe Anja është gati. Të bëjmë gjërat për të ngrënë mama? Po. Okej, good. Nuk ti shohin shapkat, jo. Okej, vazhdojmë. Edhe paci. Këtu mami shif? Shif këtu? Bëja gati, unë të ike të bazi. Okej, ti tregoj mami gjërat që do marrim? Okej? Okej, mama. E si lukë e se nëna. Mama, të flas pak mami? Jo. Si jo? Të unë. E papi. Për Anjën do marrim Amita, kurse për neve do marrim këto si tip Red Bulli. Gjithashtu do bëj edhe një sanduiç me të bukën. Anja sot është super e emocionuar, edhe ndryshe nga ditët e tjera, donte sot me patjetër që të dilte në kamerë, edhe t'ju tregonte se çfarë do bënte sot, nga që mezi po e pret. Dhe nuk po më linte as mua që do të xhiroja këto gjërat, kështu që e lash me kaq. Unë tani po vazhdoj me pjesën e frutave dhe e hap sërish kamerën më vonë. Këto janë edhe frutat që vendosa të marr, shalqin, boronicë, moll edhe rrush. I kam lar, edhe tani do t'i mbyll tek kjo gjëja këtu. Dhe tani kam vetëm sanduiçin për të bërë, që ju tregova, do t'i bëj me këtë bukën kështu, pak a shumë siç duket edhe këtu. Kjo është edhe veshja e Anjës për plazh, por që Anja s'të lë ta reklamosh. Shikojini pak sa të bukura i ka këto detajet, me këto fjongot e bukura këtu. Wow, sa e bukur je për ti! Bibi. Po, yti është baby. Ka veshur ato shapkat e zeza, në fakt i pas ka vesh të prapë si tani. Dale mami shapkat? Priti shof mami? Si ke veshur ti, prit pak? O bibi. I ke veshur keq po mami. Keq. Po, vishi mirë tani. Mirë. Po. Oplala. O mami, e tu baza. Tu mahameza. Su. Po. Su. Po. Bravo. Shumë bukur. Shumë bukur. Të bëj mami dhe me krem të tani, apo kur të vemi atje? Titi. Tani? Nani. Okej. Vish edhe atë? Të ike të dilu? Nuk do ikim xhiro, do ikim te pishina. Rije pak mami? Tada! Pishina, mami?
Do të shkojmë prap? Papa. Okej. Mirëmëngjes nga dita tjetër e këtij vlogu. Sot në fakt plani ishte që unë dhe Anja të shkonim unë në kurs, Anja në Kopësht, por që unë nuk e dija që Anja i kishte sot pushim. Në fakt ishte duke ma marrë mendja që ndoshta do t'i lidhnin ditët, por që përsëri mendova, thash ndoshta përderisa nuk ka një lajmërim tek aplikacioni, edhe nuk më thanë gjë ditën e mërkurë, mendova se kishin Kopësht dhe u ngritëm si çdo ditë normale, u veshëm, u vëm gati dhe në momentin që shkoj te Kopshti i Anjës nuk ishte i mbyllur dhe pastaj vendosa që ta bëj edhe un pushim nga pjesa e kursit, nuk shkova asun. Qënë se sot nuk isha me zyshën që bëj ditë për ditë, por kishim një zysh tjetër dhe i binte që sot do bënim më shumë tip ushtrimesh edhe gjëra kështu, nuk do mirnim gjë të re, pra për sa i përket gramatikës, tash okay, po e bëj edhe un pushim, sepse e kisha edhe mundësi për ta marrë Anjën me vete, por thash Anja do mërzitet aty 4 orë ulur, sepse normale është fëmijë, dhe vendosëm që ta shpenzojmë ditën bashkë, shkuam pim një kafe, pastaj shkuam nga dyqanet, blem disa gjëra të vogla që do ua tregoj tani dhe kështu na iku dita sot. Tani u kthyem edhe te lulet dhe shikojeni pak sa lule të bukura që ka marr. Unë në fakt mendoja se kishte vetëm zambak portokalli, por kishte edhe të verdhë, të bardhë edhe roz dhe shikojeni pak sa të bukur që janë, më pëlqejnë shumë fare. Tani, do thoni ju, më duaj mua gjë nëpër dyqane? Jo, po prap robi i hedh një sy. Kështu që shkuam, dolëm nëpër dyqane, u futa tek depoti sepse kishte 50% ulje, por që kishte vetëm disa, nuk është se ishin të gjitha, nuk gjeta asnjë gjë, por mora diçka, nuk dola pa gjë. Pastaj shkuam tek Tedi sepse po e merrja Anjën me të mirë sot, edhe i thash shkojmë edhe marrim disa gjëra. Anja zgjodhi një kuti me kolora, se në fakt ato që kishte pasur ishin car dhe mori dhe disa plastelina dhe është duke luajtur tani, është në qetësi, po luan, po kënaqet. Gjithashtu mora këto dorashkat, sepse po mendoj që të laj banjën, dhe unë kam pasur në fakt, kam pasur nga ato të Viledës, por që thash më mirë marr këtë pakon dhe në momentin që mbaroj i hedh edhe kështu me radhë, por që nuk e di se çfarë materiali janë dhe jam shumë kurioze që t'i shoh. Se si të mira që kanë. Shikojeni pak që kanë kështu. Por për një herë për të larë banjën duket okay. Unë përdor shumë nga ato solucionet në banjë, edhe acidra, edhe shumë gjëra të tjera dhe thash okay, më duan me se s'bën. Kështu që mora këto dhe duken mirë. I pas kam pak të mëdha unë, sepse nuk gjeta small, i kam marrë medium, por që mirë duken. Kështu që pas dite kemi punë, kemi për të larë banjën. Pastaj mora këto sfungjerët. Këto i marrë gjithmonë tek Tedi. Tradicionali që përdorim edhe në Shqipëri, këtë përdor edhe unë. Megjithse kam parë disa studime që thonë që janë të dëmshëm, mbajnë shumë baktere dhe unë maksimumi e përdor vetëm një javë, por që përsëri nuk kemi opsion tjetër, kështu që unë këto përdor. Gjithashtu shkuam tek Penny, mora këtë salmonin sepse po mendoj që ta bëj tani. Mora buk, mora edhe spinaq, sepse më pëlqen shumë spinaqi i skuqur, edhe zakonisht e shoqëroj shpesh kur bëj salmon, më duket sikur i jep shumë shije. Kjo është aroma që mora tek depoti. Më pëlqeu shumë si aromë. Edhe është hera e dytë që unë e marr këtë. Kjo është 7 euro, 50 ml, nuk ishte me ulje. Po, një. Mami të zati shumë i kakao. Okej, të bën mami. Dhe përveç aromës që ishte shumë e mirë, unë e kam përdorur një herë këtë. Ishte shumë aromë e mirë, ndihet shumë në shtëpi, mban shumë, por që mbaron shumë shpejt, maksimumi vetëm për një javë. Megjithatë unë e mora sepse nuk i rezistova dot aromës, kishte një aromë super të mirë, kështu që tani ta hapim edhe ta bëjmë edhe gati. Edhe ngjyrën madje i kishte shumë të mirë, më pëlqeu shumë. Një pak. Sa ngjyrë të bukur që ka, shumë e bukur. Edhe këto shkapinj. Ta hapim tani. Ta nuhas edhe një herë, sepse kishte super aromë. Vedi, në qoftë se ndodheni këtu në Gjermani edhe keni afër në një depot, më besoni që kjo aromë është super. Wow, shumë e mirë. Edhe parfum do doja ta kisha një aromë të tillë. Shpresoj që mos ma derë Tanja.
Ti vendosim edhe këto. Bukur. Edhe kështu duket. Unë dje jam ndjekur pak këtu, tek pjesa këtu normale e prisja, sepse unë jam shumë e bardhë edhe me kaq shpëtova shumë mirë. Ta mendoni që unë kam gati 2 vite që u shmangem rrezeve, sepse me ngjyrën edhe me ndjeshmërinë e lëkurës që kam, unë digjem gjithmonë. Dhe ta mendoni, dje u leva dhe me vaj dhe doja të merja rreze dhe shoqyr shpëtova shumë mirë. Ndjej vetëm pak fare shpatullat, edhe këtë pjesën këtu. Forta është se më shumë jam ndjekur këtu te balli, nuk e keni idenë se sa shumë më djeg. Kurse për sa i përket Anjës, Anja e merr ngjyrë sepse Anja i ka ngjar motrës time dhe vjen si esmere. Unë do vendos edhe këto gjërat në përbande dhe për pak do ju tregoj dhe do bëj edhe një haul të një bashkëpunimi të ri që kam, por si fillim shpresoj, sepse u kujtova dhe me shumë vonesë, shpresoj që edhe ju të keni kaluar një ditë të mirë dhe gjithashtu doja që t'ju falenderoja shumë për të gjitha mesazhet që më shkruani në Instagram, që ju pëlqejnë ato storyt, që ju pëlqen kontenti. Me vërtet që kënaqem kur i lexoj mesazhet, sepse vërtet edhe kjo është një punë, kështu që kur e vlerësojnë të bëhet akoma më shumë qefi, edhe të bëhet akoma më shumë që të xhirosh edhe të ecësh para. Okej, unë e di, nuk është se kam dhe shumë followers, por që kur e nisa në fillim, e nisa vetëm për pasion dhe unë eci gjithmonë me mendimin që pak edhe sakt, të paktën atë rritjen që kam marrë. Unë në fakt në fillim e kam pasur Instagramin privat, kam pasur vetëm 200 followers që kanë qenë vetëm familjar edhe rrethi ngushtë, dhe ta mendoni tani jemi gati 2000 ca, që për mua janë goxha sepse mbi gjitha janë 2000 ca njerëz, që unë 2000 ca njerëz në të gjithë rrethin tim nuk është se i njoh, kështu që për mua kjo rritje organike është më efektive dhe më e shëndetshme se sa kur përpiqesh që të blesh followersa edhe gjëra të tilla. Pra më pëlqen më shumë pak edhe sakt. Kështu që tani po i vë këto gjëra në përbande dhe po rikthehem sërish me një bashkëpunim të ri. Tani ka ardhur momenti për unboxing. Sot do të kemi një unboxing tjetër, por disa nga gjërat ju mund të keni parë, sepse unë të jem e sinqert, i kam hapur disa prej tyre mund edhe të mi keni parë edhe në Instagram dhe tani fillojmë shpejt e shpejt. Aplikacionin në të cilin unë i kam porositur, nga ku mund porosisni normalisht edhe ju, quhet Vogion dhe shpresoj që t'jem duke e thënë sakt, por në të kundur do ju lë edhe emrin e aplikacionit dhe vetë aplikacionin këtu, në qoftë se ju doni që të porosisni. Është pak a shumë i njëjtë si gjitha këto aplikacionet e tjera, nga ku mund të gjeni të gjitha llojet e kategorive. Për shembull mund të gjeni roba për fëmijë, për të rritur, elektroshtëpiake, gjëra për kuzhinën, gjëra për shtëpinë në përgjithësi, edhe shumë kategori të tjera, kështu që shpejt tani le të fillojmë edhe të shohim se çfarë kam porositur unë, por mbi të gjitha le të shohim bashkë edhe kualiteti. I pari, nga ku ju edhe mund ta keni parë, në qoftë se ju kujtohet, është ky fustani që është super i bukur. Ta ka dalë shumë në mod, është me vërtet shumë i bukur. Unë këtë e kam veshur në udhëtimin e Luksemburgut dhe rri yll. Domethënë nuk kam çfarë të them, edhe në material është super i mirë, është ky materiali kështu. Dhe në prerje vjen kështu, por për më tepër do ju lë ndonjë foto, ndonjë video, për gocat që ndoshta nuk e kanë parë videon e Luksemburgut, ka këto ripat kështu si spageti, dhe unë po ngrihem edhe pak në këmbë që t'u tregoj pak më mirë. Kështu duket domethënë edhe fustani, për të gjitha ju normalisht që nuk e keni parë. Pastaj edhe për pjesën e materialit është super i mirë. Unë atë ditë që shkova në Luksemburg u kënaqa, ishte shumë material i rehatshëm, por atë ditë në fakt ka bërë edhe pak ftohtë, kështu që u detyrova të vesh edhe një tjetër mbi të, por që për tani në verë është super i bukur dhe mezi po pres se të bëj edhe ndonjë foto tjetër. Shikojini pak detajet këtu tek pjesa e mesit, sa i bukur që është. Tani kalojmë edhe tek gjëja tjetër. Gjëja e dytë që ju ndoshta ma keni parë, sepse unë e kam postuar në Instagram, madje më keni pyetur shumë se ku e kam marrë dhe u kam thënë se ku e kam marrë, por thjesht u kam thënë që nëse doni ta merrni, prisni sa të hedh video në YouTube që ta përfitoni me ulje dhe në fund do ju lë edhe uljet që ta përfitoni me ulje nëse e doni, sepse kjo çantë
është një nga ato gjëra që unë po kërkoja. Sinqerisht është super praktike, është me madhësi super, do më thënë gjë që për mua tani, sidomos kur shkoj në kurs, që më duhet të fus edhe librat, më hyn shumë në punë. Kjo mos gaboj ka një vlerë diku tek 15 euro, jo më shumë, do më thëmë 15 deri në 20 euro, por mund të them që halal lekët, sepse është një çantë super praktike, por mbi të gjitha ka edhe shumë sy. Unë do ju lë edhe fotot këtu, por sa herë hedh story në Instagram, gjithmonë më pyesin se ku e ka marr, goca të ndryshme normalisht, dhe tani më në fund e morë të vesh, e kam porositur tek Vokion, dhe shikojeni pak sa detaje të bukura që ka, por mbi të gjitha ka edhe këtë ripin e madh. Në fakt ky ripi nuk është se më ka hyrë shumë në punë, por që më shumë kam përdorur këta dy. Dhe shikojeni pak sa e bukur që është. Kombinimi i kësaj kafes me këtë ngjyrën e kashtës e bën akoma edhe më të bukur, por mund të them që kjo çantë është një nga blerjet më të mira që kam bërë, dhe nga gjërat më të mira që kam porositur, sepse më ka hyrë shumë në punë, por mbi të gjitha ka edhe shumë sy, sepse mjafton ta veshësh me diçka verore, diçka lino, një pal shapka, edhe duket shumë bukur. Plus pastaj dhe fakti që unë mund të fus librat për në kurs, marr edhe shumë gjëra të tjera, ose kur shkoj për të marr edhe lule, i vendos lulet këtu, edhe duket shumë bukur. Kështu që tani e morë të vesh se ku e ka marr, por prisni që t'ju jap edhe kodin që ta përfitoni edhe me ulje. Gjithashtu kam porositur edhe një kostum, pra këtu kemi një kostum që rri super bukur. Ndoshta në fund do ta vesh edhe do ta provoj edhe do t'ju tregoj se si më rri edhe veshur, sepse kjo është në fakt një nga gjërat që nuk ma keni parë në Instagram, nga që më ka ardhur këto ditë edhe nuk kam pasur mundësinë që ta vesh, por shikojeni pak sa i bukur duket. Unë çdo që do ua shoqëroj edhe me foto dhe do ua lë edhe fotot këtu. Shikojeni pak. Kjo është pjesa e bluzës, është kështu me zixhir. Ky është kostum sportiv. Pjesa, Kjo është pjesa e bluzës, nuk është shumë krop, ka gjatësi normale, le të themi, dhe pastaj vjen edhe me pantallonat, që shikojni pak sa të bukura që janë. Mbi të gjitha më pëlqen shumë ngjyra, është me këtë vizën kështu, të zezë anash, vinë të gjera në fund, do të thënë të drejta, më saktë jo të gjera. Dhe edhe kjo lidhja këtu më pëlqen shumë fare. Sa i përket materialit, duken shumë material i mirë. Mbi të gjitha diçka që më pëlqen është edhe kjo pjesa e këtij zinxhirit si tip fake, që e bën pak më klasik si kostum, edhe nuk e bën shumë sportiv. Tregoj veshur kur të mbaroj me unboxing. Kemi edhe diçka të fundit, që kjo është për Anjën. Nuk e di a e mbani mend, por ju pata thënë një herë që ato gjërat që Anja merr në kopësht, pra atë që mban ujin dhe atë tjetrën që mban ushqimin, dua që t'ja ndërroj sepse ja kam plastik dhe dua t'ja marr material më të shëndetshëm. Dhe shikojeni pak, këtu ka marr një shishe uji nga ai materiali stainless steel për Anjën, sepse në krahasim me plastikën, ky është më i rekomandueshmi nga të gjithë materialet. Në fakt, është më i shëndetshmi për fëmijët, por edhe për ne, edhe për të rriturit. Mbi të gjitha shikojeni pak sa të sigurta që vinë. Ishte në këtë qese. Vazhdojmë. Shikojeni pak sa e trash është kjo. Vazhdojmë akoma. Shikojeni pak. Dhe e fundit, besoj se është kjo. Jo, nuk që nga i fundit. Ja, që nga ky i fundit. E pas ka edhe një tjetër. Ta mendoni, 1, 2, 3, 4 paketime gjithsej. Shikojeni pak sa e bukur që duket me këtë delen e vogël këtu. Dhe Anja do ta marri, por që sa ta tregoj këtu dhe do e jap. Kjo pjesa e arushit është gjithashtu shumë e lezetshme, është edhe me shtypje, gjë që e bën më praktike dhe më të mirë. Dhe shikojeni pak edhe brenda, siç e thasht, është në këtë materialin kështu që e mban me të gjitha edhe të freskët ujin, por nuk është edhe e dëmshme për pjesën e trupit. Shikojeni pak
Super. Edhe ngjyra shumë e bukur. Unë normal që për çdo gjë do ju lë edhe linkun sepse janë gjëra shumë të mira me cilësi shumë të mirë, por mbi të gjitha faktikisht që vijnë edhe shumë të sigurta, mua më pëlqen dhe e vlerësoj shumë. Kështu që për çfarë do lloj gjëje që t'ju nevojitet, Vogue është një sajt që të paktën unë kam ngelur shumë e kënaqur. Tani unë duhet të shoh edhe për kodet sepse nuk i mbaja mend, por okay. Tani me kodin KRA10 ju përfitoni, domethënë në momentin që bëni zgjidhni të gjitha gjërat në sport, mund të vendosni këtë kodin. Mua më kanë dhënë 2 kode në fakt, me kodin e parë KRA10 për blerje mbi 20 euro përfitoni 10 euro ulje, që do të thotë nëse ju blini 2-3 gjëra nuk ka rëndësi dhe ato 2-3 gjëra bëjnë 20 euro, mund të vendosni këtë kodin dhe përfitoni 10 euro ulje, që do me thënë do paguani vetëm 10 euro. Dhe kodi i dytë është KRA16 për blerje mbi 79.9 euro, pra mbi 80 euro, përfitoni 16 euro ulje. Shtur i veshur, shpresoj që të arrini ta shihni. Është shumë praktik dhe më pëlqen fakti që këtu vjen fiks me domethënë të fundi këmbëve dhe nuk është nevoja fare që ta shkurtoj. Është me të gjitha shumë i rehatshëm.